Gjatë shurtimit gjyqësor në gjyq, Detoresha zonja Anglantina Zëre nuk u paraqit, edhe pse e kërkova unë. Në gjyq u paraqitën vetëm Ornela Muradi, kryeinspektori Ervin Memi dhe specialisti i tij Bruno Koçi. Nga ballafaqimi me të tre, në 3 seanca të ndryshme, rezultoi që si unë edhe 2 përfaqësuesit e tjerë ndërmarrës të Tirana Parking, vun përbalë përgjegjësisë specialistin e IT-s Bruno Koçi, për sa i përket materialeve audiovizive, të cilat ishin realisht me probleme. I pari që u tërhoq plotësisht ishte kryeinspektori zoti Ervin Memi, i cili kishte firmosur dhe në transkriptin e këtyre kamera, pra në transkript ai e kishte deri 1:19, kurse realisht ishte deri 27, 1:30, pra ai u tërhoq nga ky veprim dhe normalisht dokumenti duhet dilte i paligjshëm, gjithashtu edhe kamerat e sigurisë duhet të ishin paligjshëm. Pra gjyqtari zoti Petrit Çomo e kishte plotësisht në dorë për të vepruar sipas ligjit. Nuk duhet mjaftohej me këtë, por duhet të rimerrte, të rikuperonte pamjet filmike, merrte një ekspert licencuar. Ishte gjithçka e mundur, pra kishte kohën e nevojshme, mundësinë e nevojshme, e kërkova unë, gjithashtu e ka dhe ligji. Por çfarë bëri gjyqtari Petrit Çomo? E pa që problemi qëndroi pikërisht tek specialisti i tij Bruno Koçi dhe i futi një të zhdukur fare, edhe pse unë u përballova me të rreth 40 minuta. Gjyqtari Petrit Çomo i futi të plotësuar në një mënyrë spektakolare. Pretendoi i padituri ka kërkuar Bruno Koçi, pra specialistin e IT-s. I padituri ka ardhur, ky specialisti i IT-s ka ardhur, i padituri nuk ka bërë pyetje, specialisti i IT-s ka ikur. Ishte një gjest vërtet spektakolar, i pa parë dhe i pa dëgjuar në sistemin e drejtësisë. Vetëm Shqipëri ndodh. Menjëherë mora materialet, pamjet audio që regjistrohen sallat dhe ja paraqita relatorës zotnja Fatmira Hajdari në gjykatën e apelit. Ishte një akt spektakolar. Kjo çështje u trajtu në avokatën e popullit, shkoi deri në gjykatë kushtetuese dhe veproi duke u fshiu këtej, bëri disa korrigjime të pjeshme dhe la gjysma një dokument pa vlerë, bim desh me çdo gjë, as ligjore, as moralshme, as një gjë.